Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku u takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në ditën e Europës, Kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, hodhën poshtë zërat për bllokim të procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Të dy theksuan se raportet e Komisionit Evropian për Shqipërinë janë pozitive dhe se vendi ka përmbushur detyrimet në këtë fazë të procesit. Ata sqaruan procedura teknike që ndiqen në Bruksel për vlerësimin e progresit të vendeve kandidate. Në kuadër të ditës së Europës, Kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u shfaqën me një qendrim të përbashkët për të hedhur poshtë spekulime mbi një bllokim të procesit të negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kam dëgjuar spekulime për atë që po ndodh në Bruksel. Së pari, grupi i punës Koela është grup pune që bashkon përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-s, mblidhen me dyert të mbyllura në praninë e Komisionit Evropian për të diskutuar. Komisioni Evropian i ka dorëzuar këtij grupi pune raportin e IBAR për të parë nëse Shqipëria i ka përmbushur piketat e ndërmjetme që të kalojë në fazën tjetër që është mbyllja e kapitujve. Raporti ka bërë vlerësim pozitiv, nuk hidhet në vot, ato vetëm e diskutojnë. Ajo që duhet të bëjmë në udhëheqjen e Këshillit është të miratojmë një qendrim të përbashkët të BE-s që do të shpjegojë piketat e përmbylljes që duhet të plotësojë Shqipëria për mbylljen e negociatave. Nga ana e tij, Rama deklaroi se nuk ekziston asnjë bllokim i procesit duke cilësuar spekulime për të kundërtën si të pabazuara. Ai tha se raporti i Komisionit Evropian vlerëson pozitivisht përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë në këtë fazë dhe se procesi po ecën në rrugën e tij teknike. Komisioni Evropian i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketat të ndërmjetme. Dhe tani është komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Garancit është njësoj si të thuash kur shkon në një luftë, çfarë garancish ke që do ta fitosh luftën. Lufta fitohet duke luftuar, një ndeshje fitohet duke u stërvitur dhe duke bërë gjitha detyrat gjatë 90 minutave, një përpjekje çfarëdo fitohet duke u përpjekur. Nuk ka një garanci të shkruar që unë doja dal që në 5 vjet të marr diplomën e universitetit pavarësisht se sa unë do përpiqem për ta marrë. Jo, ti e ke aty mundësinë, por duhet përpiqesh. Dhe ne e kemi të shkruar. Si Rama ashtu edhe Gonzato vun theksin të rëndësia e reformave duke nënvizuar se procesi i integrimit evropian bazohet në forcimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe garantimin e të drejtave themelore. Shumë kush e pikturon Bashkimin Evropian si një pengesë, e pikturon Bashkimin Evropian si një barr, e pikturon Bashkimin Evropian si një perimetër që nuk të lejon të marrësh frymëlirisht, por nuk ka gjë më larg të vërtetës dhe nuk ka gjë më të gabuar, sepse në fakt Bashkimi Evropian garanton perimetrin e shtetit të së drejtës. Dhe shteti i së drejtës nuk mund të negociohet, por vetëm të respektohet kur e ke dhe të ndërtohet kur nuk e ke. Rama shtoi gjithashtu se Shqipëria është e angazhuar në përmbushjen e objektivave të saj integruese me synim për mbylljen e negociatave në vitet e ardhshme, ndërsa vendimi final mbetet në dorën e Brukselit. Në ditën e Europës, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa përcolli një mesazh mbështetës për qytetarët shqiptar dhe rrugtimin evropian të vendit. Ai theksoi se Shqipëria ka bërë progres të rëndësishëm në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Costa u bëri thirrje institucioneve shqiptare të vijojnë me reformat dhe të ruajnë ritmin e integrimit. Në kuadër të ditës së Europës, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u drejtuai qytetarëve shqiptar me një mesazh ku vlerësoi rrugën evropiane të Shqipërisë dhe konfirmoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për anëtarësimin e vendit. Në deklaratën e tij, Costa tha se shqiptarët duhet të konsiderohen si qytetarë të ardhshëm të Bashkimit Evropian, duke theksuar se projekti evropian është të ndërtuar mbi paqen, bashkëpunimin dhe unitetin mes popujve pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Të dashur qytetarë shqiptar, po ju drejtohem sot si anëtar të ardhshëm të
Bashkimit Evropian. Në ditën e Europës ne festojmë projektin tonë të përbashkët evropian, kur anëtarët tanë themelues zgjodhën unitetin mbi përçarjen dhe bashkëpunimin mbi konfliktin. Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqe, liri dhe prosperitet mbi hyrjen e luftës së dytë botërore. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian vlerësoi gjithashtu progresin që Shqipëria ka bërë gjatë vitit të fundit të negociatave me BE-n, duke nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave për të çuar përpara procesin e integrimit. Po bëhet një punë shumë e madhe për të bërë këtë realitet. Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm me negociata gjatë vitit kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni në vrudhjen e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane, rroftë Europa. 9 maj është Dita e Europës, festa që shënon bashkimin e popujve europian dhe paqen mes tyre. Kjo datë lidhet me deklaratën historike të bërë nga ministri i jashtëm francez Robert Schuman me 9 maj 1950, që i hapi rrugë themelimit të Bashkimit Evropian. Ai propozoi që vendet europiane të bashkëpunojnë ekonomikisht dhe politikisht për të shmangur luftrat e ardhshme pas luftës së dytë botërore. Në shumë vende europiane 8 maj konsiderohet gjithashtu si dita e fetores në Europë, që shënon fundin e luftës së dytë botërore në kontinent në vitin 1945. Sali Berisha vlerësoi protestën e 8 kombëtarë të opozitës, duke e cilësuar pjesëmarrjen si një mesazh të fortë kundër qeverisë. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për sulme dhe presion ndaj tij, si dhe për përdorim të institucioneve kundër opozitës. Berisha tha se nuk do të ndalet në aksionin opozitar dhe se protestat do të vijojnë deri në realizimin e objektivave politike. Ai u ndal edhe te raporti i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, të cilin e cilësoi si pasqyrë të problemeve në vend dhe mbështetje për opozitën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar protestën e fundit të opozitës, duke e cilësuar atë si një nga më të rëndësishmet e zhvilluara deri më tani dhe duke i quajtur pjesëmarrësit ambasadorët më të shkëlqyer në kauzën opozitare. Sipas tij, protesta tregon se pakënaqësia qytetare ndaj qeverisë është në rritje dhe se aksioni opozitar po fiton mbështetje të gjerë. Sot ndihem më i motivuar se kur për protestë, dhe se më nderojnë me targetimin që bën Edi Rama, ky frikacak i ult, ky kriminal ordiner, që njëherë nxjerr një bandit në atentat për të festuar praninë e liderit evropian në një atentat ndaj meje. Njëri tjetër urdhron një kriminal në timon për të drejtuar topin e ujit, por ta di mirë se Edi Rama nuk ka shpëtim. Çfarë do që të përdor, ai do marr atë që meriton, do shkoj bashkë me lubin e tij dhe lindat e tij bashkëhajdute, do shkoj atje ku e kanë vendin. Berisha vuri në shënjesër dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, sipas tij shefi i delegacionit të BE-s është unifikuar totalisht me Ramën dhe sillet si të ishte ambasadori i tij. Për sa i përket ambasadorit aktual, un kam shprehur, ky sillet si me qenë ambasadori Edi Rams, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin, për të mos treguar shumë gjëra tjera, dhe se kur diskutohet në Coelho se pse nuk i hiqet imuniteti Lubi Ballukut, shkëlqësia e tij Gonzato thot se ky është interpretimi shqiptar i imunitetit. Është përpjekur në shumë mënyra të paraqes opozitën si jo të orientuar drejt integrimit, po ka dështuar eksponent transishëm të Bashkimit Evropian ja kanë bërë të qartë në pranitë të tjerëve se opozita, se Partia Demokratike është thellësisht orientuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është partneri ynë, i është thënë shkëlqësisë tij. Ndaj dhe ai ka bërë zgjedhjen e vet, është unifikuar komplet me Edi Ramën dhe sa herë unë thoja ndonjë të vërtet, bashkë me ndonjë lobiste tjetër të tij në Komisionin Evropian, lëshojnë deklarata, por unë absolutisht shqiptarëve dhe partnerëve evropian do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Berisha ngre akuza edhe ndaj drejtuesit të policisë së shtetit dhe kryeministrit, të cilët sipas kryedemokratit nga frika urdhërojnë dhunë ndaj protestuesve paqësor. Omerta, kodi mafjes. Mafja, ky është zëvendësimi
i shtetit ligjor i transparencës me ligjin e mafjës. Skënder Balluku, mos i thoni Skënder Hitu, Skënder Balluku, që një hajdut me çizme, një hajdut do ta marrë vesh shqiptar se ç'përfaqëson Skënder Balluku shumë shpejt. Edhe do ta dinë se çfarë mbron ai, do ta mësojnë se çfarë mbron. Edi Rama de facto është i gjujzuar dhe i poshtruar. Ju garantoj për këtë. Edi Rama që ta dinë shqiptarët, kudo që shkon i tregojnë brylin, kudo që shkon i kthejnë shpinën, kudo që shkon sot ai është bërë gosipi i Europës. Lidhjet e tij patologjike me Ballukun qarkullojnë sot kudo. Dosja Balluku është dosje botërore, po dhe më tepër lindat e Rama dhe lindat e Akshit janë famëzi sot në Europë dhe në botë. Në deklaratën e tij, kreu i PD-s u ndal gjithashtu edhe te zhvillimet në nivelin evropian, duke komentuar raportin e votuar në Komisionin për Punët e Jashtme të Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Berisha i quajti atë një dokument që sipas tij evidenton një sër problematikash serioze në vend që ajo në vend që kërkon adresim të menjëhershëm nga institucionet shqiptare. Një morit pa fund me problemesh që ekzistojnë dhe bën thirrje të adresohen. Përndryshe, mos adresimi i tyre ka pastaj raport tjetër në të cilën i thuhet të ndërpriten të gjitha bashkëpunimin me Shqipërinë dhe unë ju them që është konsideruar. Edi Rams i është thënë se një variant është të xhbëjmë të gjithë procesin e integrimit që nga fillimi me Shqipërinë. Por ky variant është rezervë, nuk është vu menjëherë në lëvizje. Është vend ky raport i cili përfaqëson Parlamentin Evropian. Policia procedoi penalisht 7 persona pas protestës së opozitës së zhvilluar një ditë më parë në Tiranë. Mes të proceduarve është edhe deputeti demokrat Klevis Balliu, i akuzuar për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të palishme. Gjatë tubimit pati përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë, ku mbeten të lënduar 3 efektiv dhe 1 protestues. 7 persona janë vënë në hetim pas protestës së opozitës të mbajtur në Tiranë, ku gjatë përplasjeve me forcat e rendit mbetën të lënduar 3 punonjës policie. Burimet nga policia bëjnë me dije se ndër personat e proceduar penalisht ndodhet edhe deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Ai akuzohet për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme. Ndërkohë, 6 protestues të tjerë do të hetohen për kundërshtim të punonjësve të policisë, goditja për shkak të detyrës dhe prishje të rendit të qetësisë publike. Gjatë protestës së 8 majit, mbështetësit e opozitës tentuan të lëviznin përtej perimetrit të përcaktuar në bulevardin Dëshmorët të Kombit, me synim marshimin drejt Ministrisë së Brendshme, por u ndaluan nga kordoni i policisë. Përplasja mes protestuesve dhe efektivëve solli tensione në disa momente të tubimit. Forcat e rendit përdorën ujë me presion për të larguar protestuesit, ndërsa nga ana tjetër pati hedhje të lëndëve piroteknike dhe molotove drejt policisë. Si pasojë e incidenteve, 3 efektiv policie mbetën të plagosur dhe u transportuan në spitalin ushtarak, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. I lënduar mbeti edhe një protestues. Policia njoftoi se gjatë kontrolleve u sekuestruan molotov, sende të forta dhe materiale piroteknike të përdorura gjatë tubimit. Ashtu siç është paralajmëruar dhe nga drejtuesit e policisë së shtetit, efektivët nuk lejuan devijimin e marshimit jashtë itinerarit të miratuar, ndërsa protesta përfundoi brenda afatit 3 orësh të përcaktuar në lejen e dhënë nga autoritetet. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, ka kërkuar lirim nga masa e arrestit përmes një rekursi të depozituar në gjykatën e lartë. Mbrojtja e tij kërkon zëvendësimin e masës me garanci pasurore ose detyrim paraqitje. Çështja është caktuar gjyqtares relatore Albana Boksi, e cila do të shqyrtojë kërkesën. Veliaj po përballet paralelisht edhe me procese të tjera gjyqësore në gjykatën e posaçme dhe administrative. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, i cili ndodhet në masën e arrestit prej 10 shkurtit 2024, ka ndërmarrë një hap të ri ligjor duke kërkuar lirimin nga qelia përmes gjykatës së lartë. Mbrojtja e tij ka depozituar me 6 maj rekursin ku kërkohet rishikimi i masës së sigurisë dhe zëvendësimi i saj me një masë më të butë si garanci pasurore ose detyrim paraqitje. Sipas mbrojtjes, kushtet aktuale të arrestit duhet të ndryshohen duke argumentuar për një masë alternative më të lehtë. Gjykata e lartë ka hidhur shortin për shqyrtimin e çështjes
Shqipërisë dhe si relatore është caktuar gjyqtare Albana Boksi, e cila pritet të shqyrtojë kërkesën dhe të vendosë nëse ajo do të pranohet ose do të rrëzohet. Veliaj po hetohet nga SPAK për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave në një proces që vijon paralelisht me procedurat e tjera gjyqësore. Në gjykatën e posaçme ai përballet në akuzat penale, ndërsa ka hapur një betejë tjetër ligjore edhe ndaj prokurorit Ols Dado. Kryebashkiaku ka paditur prokurorin me pretendimin se emërimi i tij në vitin 2008 ka qenë i palishëm. Një ditë më parë në gjykatën administrative u zhvillua seanca e radhës për këtë padi, ku Veliaj insistoi se Ols Dado nuk ka status të ligjshëm prokurori. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë kërkoi që Veliaj të mos legitimohet si palë paditëse në këtë proces. Seanca u shty dhe është caktuar me 19 qershor në orën 14, pasi vetë Veliaj kërkoi njohje me prapësimet e paraqitura nga KLP. Gjykata e posaçme e apelit ka kërkuar lirimin e ish kryeprokurorit të Vlorës, Aurel Zarka, pasi ka përfunduar vuajtjen e dënimit për dosjen Toyota Auris. Zarka ishte dënuar për korrupsion dhe ushtrim të ndikimit të palishëm pas hetimeve të SPAK të mbështetura në komunikimet e aplikacionit Sky ACC. Ai përfitoi ulje dënimin për shkak të gjykimit të shkurtuar, ndërsa ju ndalua ushtrimi i funksioneve publike për 5 vite. Ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka është liruar nga burgu me vendim të gjykatës së posaçme të apelit pasi ka përfunduar dënimin e dhënë ndaj tij në kuadër të dosjes së njohur si Toyota Yaris. Zarka u arrestua në qershor të vitit 2024 dhe më pas u shpall fajtor nga gjykata e posaçme për akuzat e korrupsionit dhe ushtrimin e ndikimit të palishëm. Fillimisht ai u dënua me 4 vite burg, po për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar, dënimi u reduktua në 2 vite 8 muaj heqje lirie. Përveç dënimit me burg, ish prokurori mori edhe masa plotësuese që e ndalon të ushtrojë funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Hetimet ndaj tij dhe personave të tjerë të përfshirë u zhvillua nga SPAK bazuar në komunikimet e siguruara nga aplikacioni Sky ECC. Sipas organit akuzës, Zarka kishte komunikuar me ish oficerin e policisë gjyqësore Riora Daupaj për të ndikuar në trajtimin e dosjes Toyota Yaris si dhe në çështje të tjera hetimore në Vlorë. Prokuroria pretendoi se të pandehurit kishin ofruar dhe premtuar favore të palishme me qëllim ndërhyrjen tek funksionar të sistemit të drejtësisë. Dosja Toyota Yaris u bë publike në vitin 2018 pas sekuestrimit në portin e Durrësit të 3.4 milion eurove të fshehura në dy automjete të përdorura që kishin ardhur nga Belgjika. Ngjarja konsiderohet një nga rastet më të bujshme të hetuara për pastrim parash dhe korrupsion në sistemin e drejtësisë. Një nga të rinjtë e përfshirë në konfliktin fatal në Sarand ka dëshmuar para hetuesve për përplasjen që përfundoi me vrasjen e 66 vjeçarit Recep Ismaili. Sipas tij, shiri kishte nisur prej kohësh për mosmarrveshjen mbi administrimin dhe fitimet e një biznesi plazhi në Ksamel. Hetimet tregojnë se grupi shkon në lokalin ku ndodhej Viktor Ruçi për t'u sqaruar, por debati degradoi në dhunë dhe përdorim armësh. Detaje të reja kanë dalë nga hetimet për vrasjen e 66 vjeçarit Recep Ismaili. Ngjarja e ndodhur mbrëmjen e 7 majit në fshatin 6 të Sarandës. Një prej personave të përfshirë në konflikt, Konstantin Vogli, ka dhënë dëshmi para grupit hetimor duke shpjeguar se përplasja kishte rrënjë në një konflikt të hershëm për administrimin e një biznesi plazhi. Sipas dëshmisë së tij, marrëdhëniet me Viktor Ruçin ishin përkeqësuar pas mosmarrveshje për ndarjen e fitimeve dhe menaxhimit të aktivitetit. Vogli ka deklaruar se gjatë kohës kur ai vuante një dënim në burg, Ruçi kishte larguar vëllain e tij nga biznesi duke e thedhuar konfliktin mes tyre. Ai ka treguar para hetuesve se kishte tentuar disa herë të sqaronte situatën, por pa arritur një marrëveshje. Mbrëmjen e ngjarjes, pasi kishte marrë informacion se Ruçi ndodhej në lokalin vëllezërit Ismaili, ai dhe persona të tjerë shkuan aty për t'u përballur me të. Sipas hetimeve paraprake, menjëherë pas mbërritjes ka nisur një debat verbal, i cili shumë shpejt është kthyer në konflikt fizik me sende të forta. Në tavolinë ndodheshin Viktor Ruçi, Recep Ismaili dhe persona të tjerë. Në kulmin e përplasjes, 66 vjeçari Recep Ismaili dyshohet se ka marrë një armë automatike dhe ka qelluar në drejtim të grupit të rinjve. Policia thot se më pas ka ardhur kundër përgjigja me armë zjarri nga Lulzim Tabaku, i cili dyshohet se e ka goditur Ismailin me një plumb në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas ngjarjes, personat e përfshirë u larguan me shpejtësi nga zona, ndërsa në vendin e krimit u sekuestrua një automjet luksos tipa Audi Q8
që dyshohet se u përkiste autorëve. Hetuesit vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e të gjithë personave të përfshirë në konflikt, ndërsa disa persona janë marrë në pyetje për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes. Recep Ismaili ishte një figurë e njohur në Sarand, pronari disa bizneseve, përfshirë një karburant, lokalin vëllezërit Ismaili dhe plazhin Pema e That në Ksamil. Ai mbante gjithashtu postin e drejtuesit të shoqatës Shamëria për Dekën Sarand. Lidhja Demokratike e Kosovës ka zyrtarizuar ofertën e saj politike për zgjedhjet e 7 qershorit. Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s miratoi kandidimin e Vjosa Osmanit për presidente dhe të Lumir Abdigjikut për kryeministër. Kreu i LDK-s tha se vendimi u votua në unanimitet dhe se lista zgjedhore do të përfshijë 110 kandidat për deputet. Abdigjiku la të kuptohet se kandidatura e Osmanit është edhe një përgjigje ndaj kundërshtarëve politik që nuk e mbështesin një mandat të dytë të saj në presidencë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar zyrtarisht ekipin politik me cilin do të garojë në zgjedhjet e 7 qershorit, duke propozuar Vjosa Osmanin për presidente dhe Lumir Abdigjikun për kryeministër. Vendimi u miratua nga Këshilli i Përgjithshëm i partisë pas propozimit të kryesisë së LDK-s. Gjatë mbledhjes, Abdigjiku deklaroi se propozimi mori mbështetje unanime dhe se partia do të hyjë në zgjedhje me një listë për 110 kandidatësh për deputet, të propozuar nga degët e partisë dhe strukturat përfaqësuese. Kreu i LDK-s e cilësoi këtë si një ofertë politike që synon përfaqësimin më të gjerë dhe rikthimin e besimit qytetar të institucionet Kosovës. Në deklaratën e tij, Abdigjiku dha dhe një mesazh politik që u interpretua si kritik ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ai tha se për aq kohë sa sipas tij politika e inatit nuk dëshiron që Vjosa Osmani të ketë një mandat të dytë si presidente, atëherë duhet të jenë qytetarët ata që vendosin me votë forcën politike që paraqet kandidaturën në më të mirë për këtë post. LDK-ja synon që përmes këtij konfigurimi politik të formojë pozitat e në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale në një garë që pritet të dominohet nga përplasje mes partive tradicionale dhe lëvizjes vetvendosje në pushtet. Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetvendosja ka nominuar sërish Albin Kurtin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 7 qershorit. Kurti deklaroi se partia synon të arrijë deri në 60% të votave pas rritjes së mbështetjes në zgjedhjet e fundit. Ai akuzoi opozitën për bllokim të proceseve shtetërore dhe pengim të institucioneve. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar pjesëmarrjen e 22 subjekteve politike dhe 3 koalicioneve në garë. Lëvizja Vetvendosje ka zyrtarizuar rikandidimin e Albin Kurtit për postin e kryeministrit në zgjedhjen parlamentare të 7 qershorit. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të partisë, ku u konfirmua mbështetja për një mandat të ri të kreut të qeverisë. Kurti synon të marrë drejtimin e ekzekutivit për një mandat tjetër pas rezultateve të forta të Vetvendosjes arriti në 2 procese zgjedhore të vitit 2025. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit, partia siguroi mbi 51% të votave, ndërsa Kurti rezultoi kandidati më i votuar në vend. Gjatë fjalimit para strukturave të partisë, Kurti deklaroi se mbështetja për vetvendosjen është rritje të vazhdueshme dhe se objektivi i radhësh është arritja e 60% të votave në zgjedhjet e ardhshme. Sipas tij, rezultatet e deritanishme tregojnë se qytetarët po vazhdojnë të japin besim projektit politik të vetvendosjes. Ai tha se partia është rritur ndjeshëm nga zgjedhjet e shkurtit deri ato të dhjetorit dhe shtoi si një rritje tjetër e ngjashme do ta çonte forcën politike në një rezultat historik. Kryeministri në detyrë hodhi akuzat ndaj opozitës, duke i cilësuar atë përgjegjëse për bllokimin e proceseve institucionale dhe pengimin e funksionimit normal të shtetit. Sipas Kurtit, kundërshtarët politik nuk po arrin të fitojnë mbështetjen e qytetarëve dhe për këtë arsye, sipas tij, kanë zgjedhur të krijojnë pengesa politike. Ai theksoi se zgjedhja e re nuk ishte e nevojshme për qytetarët dhe shtetin, por mund të ketë qenë e dobishme për interesat e caktuara politik. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në zgjedhjet e 7 qershorit janë regjistruar 22 subjekte politike dhe 3 koalicione zgjedhore, ndërsa 9 parti kanë vendosur të mos garojnë të vetme ose të përfshihen në koalicione. Të nderuar teleshikues, ky ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishqimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.